إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك رواية أخرى تقول ما تقدم وما تأخر ولكن هذه رواية ليس مضمونة. أما بعد فلندرojmë Allahun e madhnojmë Allahun I përkulemi Allahut vetëm për Allahut përkulemi dhe vetëm prej Tij kërkojmë shpëtim dhe mëshirë dhe kërkojmë mëshirën e Allahut në çdo sekond të jetës. Pa mëshirën e Allahut nuk mund të thithim oksigjenin, as nuk mund ta kthejmë frymën tonë. Prandaj falenderojmë Allahun për gjitha mirësitë. Në veçanti e falenderojmë Allahun që na bëni besimtar, se po mos na kishte bë besimtar musliman, ne nuk do të kishim mundësi udhëzim në rrugën e drejtë. Një rol e kanë edhe stërgjyshit ton, familjarët ton, cilët e përcollën fenë e Zotit dhe arritëm deri në ditët e sotit e ne gëzojmë. Prandaj falenderojmë Allahun që na udhëzoi dhe na mundsoi që ta gëzojmë edhe këtë muaj të madhnishëm e të jemi bashkë këtu në këtë xhami. E falenderojmë Allahun për gjitha mirësitë. Dëshmojmë e deklarojmë se vetëm Allahu është që meriton adhurim dhe është I vetmi Zot dhe s'ka Zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është I dërguari I Allahut që arriti ta shpije edhe ta shpjegoj mesazhin e Allahut deri në kompletimin e tij. Allahu inshallah na takon me pejgamberin alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Shpëtimi, mëshira e Zotit qoftë mbi familjen e tij ndeshme, mbi shokët e tij të rima besnik dhe mbi të gjithë besimtarët. E selami I Allahut qoftë mbi ju vëllezër dashur këtu që jeni. Inshallah Allahu xhalla xjalaluhu I pranon adhurimet tona. Allahu xhalla shanuhu na mëson që ta kemi respektin ndaj Zotit. Prandaj ju drejtojmë vetes dhe juve ta respektojmë Allahun e respekti ndaj Allahut është kur ne I zbatojmë farzët, urdhrat e Allahut, falim namazin, japim zeqatin, agjërojmë Ramazanin, shkojmë në hax kur kemi mundësia është edhe mbas shnetit dhe mbas pasurisë, dhe I kryjmë obligimet, ndalohemi nga haramat, dhe japim shembull edhe në shoqërinë ku jemi e ku jetojmë, japim shembullin më të lartë njeriut.
Besimtari musliman është njeriu më i kompletuar nivelin e kësaj dynjaje. Dhe do të jetë më i kompletuar edhe para Allahut në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit. Prandaj vëllezër të dashur, nuk po them u friksue për Allahut, se Allahu na don neve më shumë se na që i duam veten vallahin. Edhe vinja mendë shpesh ju ndodhin gjona që kurse ke menuar me të ardha ajo mirë, po është dashnia e Zotit ndaj robit vet që na don Allahu më shumë se që i duam veten ton, edhe na mundson edhe muajin e Ramazan, prej dashnisë që ka për neve. Në Kur'an, Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Al-Qadr, që ndryshe ka emrin kaptina e caktimit të fateve tona, të riskut ton, dhe çdo gjë që sillet rreth neve, thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Inna është ta'kid, s'ka dyshim, la rajba fi, la shuk. Dhe thot, është e konfirmuar se Allahu thot inna anzalnahu, ne e zbritëm ato Kur'anin fi lejletil qadr. Lejletil qadr. Wa ma adraka ma lejletul qadr? Po a dini çka kupton me natën e Kadrit? Çka është nata e Kadrit? Wa ma adraka? Çka koncepton ti? Si e koncepton? Si e kupton ti natën e Kadrit? Natyrisht, as pejgamberi as kërkush s'ka mundësi me thonë diçka. Po Allahu jep me njerë, kjo është një lloj tërheqje ndaj një çështje që shpjegon Allahu vet. Wa ma adraka ma lejletul qadr? Lejletul qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme. Ka vlerë shumë më të lartë se sa 1000 muaj. Jo sa 1000 muaj. Më shumë se 1000 muaj. Ha? Khairun min alf shahr. وليس مثل 1000 شهر, po ma shumë se sa 1000 muaj. Pse ja tho? Tani vjen shpjegimi tjetër, Allah e thot khairun min 1000 shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hi hatta matla'il fajr. Na e kemi nderin më të lartë që na nderon Allahu Gjelle Gjelaluhu, nderin direkt prej Zotit fuqiplot, për hatrin që agjeruam këtë muaj, për hatrin që respektuam Allahun, për hatrin që ja përkushtuam, e ndaluam veten prej atyre kënaqësive që i kemi të lejuar jashtë Ramazanit, për hatrin që e ndruam sistemin e jetës komplet, për hatrin që u disiplinuam, për hatrin të Zotit, Zoti Gjelle Shanuhu i zbret me laqet e qiellit në tokë, shenjë nderimi më i lartë, e në mesin e tyre është edhe pejgamberi i pejgamberëve, Gjebraili alayhis salam. Çka do në jetë? Çka lyp në erë më shumë? Atëherë vllazën çka thot? Çka bën ato me laqet? Bashkë me Gjebrailin. Sjellin paqë. Ky ajet kuranor flet për gjendjen e botës, sidomos edhe në këtë moment, kur bota ka nevojë, për çka ka nevojë? Vallahi s'ka nevojë për kur gjë tjetër përveç se paqë, selam, paqë, rahati, me jetues e cilin me gëzu drejtën e vet, mu falë që çdo vet, mu kënaq me familjen e vet, jo m'ja bart gale kur pi vjen raketa për mi krye. Për paqë. E me laqet sjellin paqë. Për ka? Sjellin për besimtarët, po edhe për njerëzimin mbar. E mesin e tyre është Gjebraili alayhis salam, që na nderon. Prandaj pejgamberi alayhis salam kur i thash, e shtrëngonte rrypin gjatë netëve të fundit, e kërkonte natën e Kadrit, mënyrë që ta gjojnë me laqet, vjen Gjebraili dhe ta gjej duke u lutur. E pse Gjebraili për çdo Ramazan i vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe përsëriste Kur'anin, e bonte hat me Kur'anin, për çdo Ramazan e përcillte Gjebrailin. Gjebraili përpara, Muhamedi alayhis salam mrapa, ndërsa ditën e fundit
Ramazanin e fundit 2 herë e përsëriti Gjebraili a.s. me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe nata Kadrit gjithmonë Muhamedit a.s. e gjinte në tu fal. Prandaj pejgamberi sallallahu në hadith sahih thot: "Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Çka po thon? Plus po ti fal gjunat. Çka po thot? Nëse gjen nata e Kadrit pa kështu thjesht shqip, nëse na gjen nata e Kadrit, tu lut, tu fal taravi, e tu knu Kur'an, e tu lut Allahut, çka bëhet? Falen këtë gjunahat që i ke bëhet deri në ditë. Falen këtë gjunahat. Sa që një rivajet tjetër unë e theksova, nuk është i konfirmuar, po është logjike është, sepse edhe falen mund të falen edhe gjunahat e ardhshme. Për vlerën e natë që ka nata e Kadrit, ma shumë se 1.000 muaj, mund të falen në gjunahat e ardhshme. Pse? Sepse si dihet, nëse s'ki mundësi me jetue edhe vitin tjetër me prit Ramazanin, që që kemi plot që si vjetë s'jon me neve, mundim unë personalisht edhe ju personalisht dikush, mos me konë vitin e tjetër. Kështu që shkon i falem të Allahu xhalla xhelalu. Pra nata e Kadrit është nata që caktohen edhe fatet, caktohet riski i secilit besimtar. Prandaj pejgamberi alayhis salam na mëson që këtë natë të lutemi edhe me një lutje të veçantë. Thona vazhdimisht: Allahumma innaka afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu. O Zoti im, o Allah, ti je që don faljen, prandaj më fal mua, se jam robi i dopt, vaj gabime aty për çdo moment. Pra kjo është lutja. Dhe vëllezër dashur, për përfundojmë këtë hutbë duke ju lut që të keni kujdes. Ju shqetësojnë tjerët, por unë ju mos e shqetësoni kërkan. Dhe nëse ju shqetëson dikush, gjithmonë mos u s'kam çka mi bëhe, a peshe, çish po vazita, apo çish mini, apo lebre, mos u merr hiç vesh thuj: Allahumma inni saim, o Zot, unë jam agjerueshëm. Mos i hu për vlerat. Mos i hu vlerat që ta ka mësua Allah mi mrin si vjet. Kështu që vëllezër po mrim te fundi i Ramazanit. Kjo është gjumoja e fundit e Ramazanit. Gjumoja që vjen ditën e Bajramit, ajo nuk është në Ramazan më, po kuptohet ditën e Bajramit. Kjo është gjumoja e fundit. Prandaj lutni Allahut, edhe sa herë të mundi, ose shqip: o Zoti im, o Allah, ti je falës e don faljen, më fal mua. O Allah, ti je falës, je bujar, e don faljen, më fal mua. Është dy metoda. Allahumma innaka afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kerim është bujar, që i pranon kret edhe jep shumë Allahu. Edhe që to pe përfundojmë, thot se cili njeri kur i lutet tjetrit bëhet bajat. Te Allahu xhalla shanahu wa vllazan, sa të mundni, veç lutnju. Allah i do ata që i lutën atij. Në fund mas ajeteve kuranore, shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, thot Allahu: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Qëra? Thot nëse doni, nëse më luteni mua, unë jam afër juve, i përgjigjem lutjes. Normal, janë kriteret paraprake për mu pranu lutja. Por në Ramazan, ju thash, na jemi ma mirë se me laqet, sepse i nalim gjonat për hatër të Zotit, dhe kemi më rinjë gradën shumë të naltë, dhe në Ramazan, a sidomos natën e Kadrit, lutjet pranohen me të madhe, e Zoti nuk i kthen prap ato lutje. Inshallah Allahu na bën prej besimtarëve sinqert që arrijmë natën e Kadrit të bëjmë ibadet, e inshallah në ditë Kiametit bëhet edhe dëshmitar ky agjerimi ynë, e namazi ynë, e gjitha punët e hajrit bëhen dëshmitar, e leximi i Kuranit sidomos, sepse është leximi i Kuranit edhe agjerimi dy dëshmitar eminent, cilën ditë Kiametit Kurani ka mi thonë: ja Allah, e kum lënë pa gjumë të lexuar Kur'an. Ndërsa agjerimi ka me thonë: o Zot, unë e kum nal prej ushqimit e prej pijes e prej kënaqësive, prandaj fale këtë njeri. Inshallah Allahu na bën prej atyre që meritojmë
shpërblimin e Allahut, e meritojmë mëshirën e Allahut, e meritojmë që agjërimi ynë, edhe leximi i Kuranit dhe punët e hajrit, ibadetet, të bëhen dëshmitar në ditë kiametit për neve. Ela inna ahsana al-kalami wa ablagha an-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-Quran. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu thot lutuni ju e unë i përgjigjem lutjet. Prandaj lutuni vllazën edhe pendoni se Allahu e do pendimin e besimtarit dhe ju fal sidomos në këtë ditë të bekuar të Ramazanit. Ya Rabb, ya muwaffiq at-ta'in wafaqna lima tuhibbu wa tarda. Barakallahu lana wa lakum. الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahu po na thotë, o ju besimtar, thirrni salavate për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Thirrni salavate vëllazër. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Allahumma ihdina ila as-sirat al-mustaqim. Allahumma ij'alna min al-muslimin al-muttaqin as-salihin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت نحمدك على ما قضيت ونشكرك على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع ذنوبي والخطايا ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة